Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e zgjeruar informativ të orës 10 në televizionin publik. Minutat në vem do t'ju njohim me zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Me ju në studio do të jem unë Flutura Bekqeli Qena. Federata e sindikatave të pavarura Elektro Kosova ka mbajtur grevë një orësh e para zyrës së Kecsit në Prishtinë. Ata kanë kërkuar ngritje të pagave, kushte më të mira të punës, por edhe zbatimin e kontratës kolektive. Nëse kërkesat nuk plotësohen deri në shtator, punonjësit e Kecsit kanë paralajmëruar grevë të përgjithshme. Kjo grevë u përkra edhe nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Sot dhe nesër në Kuvendin e Kosovës mbahet aktiviteti tashmë tradicional bashkëdhetarët në Kuvend. Gjatë këtyre 2 ditëve nga ora 10 deri në orën 15, Kuvendi do të jetë i hapur dhe mirëpret të gjithë mërgjimtarët, të cilët dëshirojnë të vizitojnë ndërtesën e institucionit më të lartë legjislativ. Ndërkohë Ministria e Diasporës sonte ndan çmimet vjetore mërgjimtari i vitit dhe gazetari i vitit. Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të mbahet në Prishtinë. Vazhdojmë rrjedhën e lajmeve me zhvillimet politike. Liderët shtetëror vazhdojnë të kundërshtojnë deklarimet për ndarje të Kosovës. Në takimin mes presidentit Hashim Thaçi dhe kryetarit të Akademisë së Shkencave Nexhat Daci është theksuar se korrigjimi i kufive duhet të shtrohet në procesin e dialogut. Për zhvillimet në vend, presidenti ka realizuar edhe një takim me ambasadorin amerikan Greg Delaui. Ndërkohë, kryeministri Ramush Haradinaj ka deklaruar se retorikat për ndarje janë të frikshme dhe se nuk ka kërcënim për ndarje të Kosovës. Gjatë vizitës që ja bëri kampit amerikan Bond Steel, Haradinaj foli edhe për zhvillimin e forcës së sigurisë. Ndërkohë që komandanti i këtij kampi Nik Dukić theksoi mbështetjen që do ta ketë FSK-ja për zhvillimin e saj. E analistët politik në vend po e vlerësojnë si të domosdoshëm krijimin e një uniteti politik ndërmjet subjekteve politike shqiptare për fazën përfundimtare të dialogut me Serbinë. Sipas Ramush Tahirit, presidenti ose kryeministri duhet të hartojë një platformë për këtë proces, si dhe të nxjisë një debat të gjerë. Ndërkohë Astrid Gashi e shet të domosdoshëm krijimin e ekipit të unitetit, me sipas tij marrëveshja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë duhet të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës. Draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe do të përfundojë brenda afatit të caktuar nga Bashkimi Evropian përkatësisht deri më 4 gusht. Kështu është bërë ditur pas takimit të ekipit menaxhues për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe me shefin e misionit të OSBE-s Jan Bratu. Përmes një komunikati thuhet se ekipi menaxhues me kërkesën e Brukselit do të paraqesë tekstin në komitetet për zbatim dhe para pjesëmarrësve të dialogut në nivelin më të lartë, siç parashihet në marrëveshjet e mëhershme mes Kosovës dhe Serbisë. Britania e Madhe, që kryeson presidencën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ka hequr nga agjenda raportimin 3 mujorësh për gjendjen në Kosovë. Këtë ka bërë të ditur ambasadori ajo në Washington Vlora Qitaku. Këtë lajm e ka mirëpritur edhe kryediplomati Pacolli, duke vënë pas se kjo është edhe një porosi për njohjen e arritjeve dhe zhvillimeve pozitive në Kosovë. U kthehemi zhvillimeve në vend, Kreu i Ekzekutivit është deklaruar se ka pranuar dorëheqjen e ministrës së Ambientit dhe Planifikimit hapësinor Albena Reshita. Arsyet për këtë vendim sipas kryeministrit Haradinaj dhe vetë ministrës janë personale. Përfaqësues të komunitetit turk kanë dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë themelore të Prizrenit ndaj zëvendës ministrit Gjergj Dedaj lidhur me deklarimet e tij të cilësuara si fyese. Sa i përket mundësisë së emërimit të Dedajt ambasador në Maqedoni, deputetët nga 6+ kanë kërkuar nga presidenti Thaçi që mos ta bëjë dekretimin e tij. Gjatë 24 orëve, policia ka shqiptuar rreth 2000 tiketa në komunikacion. Sipas raportit të policisë, në vend ka ndodhur 87 aksidente, nga të cilat një me fatalitet. 19 persona janë arrestuar, 11 janë dërguar në mbajtje, kurse 2 janë dërguar në vuajtje të dënimit. Ndërrojmë temë të informacionit, moti keq që vazhdon të mbretëroj si vjetë në vendin tonë ka shkaktuar dëme të shumta edhe pishinave në përvend. Krahasuar me vitin e kaluar, numri atyre që vizitojnë pishinat është dukshëm e i vogël. Pishina e Gërmi, sipas menaxherëve si vjetë, ka punuar vetëm 17 ditë. Ndjekim mundësitë.
Mbarën të gjitha përgatitjet për ta filluar sezonin e verës, por koha jo e mirë ndikoi në mbarbajtjen e punës së tyre. Bëhet fjalë për bizneset verore, në veçanti për pishinën e Gërmisë, e cila e ndjeu më së shumti mungesën e temperaturave të larta. Zyrtari në kompaninë Sport Marketing, e cila bën menaxhimin e pishinës, Emrush Hyseni, tha se përkundër përgatitjeve e dëshirës së tyre për ofrimin e shërbimeve më të mira për qytetarët, faktori kohë ka ndikuar që këtë vit të ketë numër dukshëm më të vogël të vizitorëve. Si në asnjë vit tjetër, Hyseni thekson se këtë vit pishina nuk ka funksionuar rreth 17 ditë për shkak të temperaturave e motit me shi. Ne se staf I kemi bërë të gjitha përgatitjet në pritë fluks më të madh qytetarëve, siç e kemi traditë dhe viteve tjera, që të ofrojmë shërbime cilësore që ata me ato shërbimet tona që ofrojmë të dohen të kënaqen dhe në fund edhe na me atë pagesën që e bojnë ata në pishinën e Gërmisë. Si njëri ndër punëtorët më të vjetër të kompanisë, ai tha se ky ndryshim I madh I kohës dhe ndikimi I saj në numrin e vizitorëve po ndodh për herë të parë. Duke krahasuar me vitin e kaluar, ai tha se kanë rreth 25.000 vizitorë më pak, ndërsa si mesatare për këtë vit sa kanë punuar është rreth 400 vizitorë në ditë, kurse në vitin e kaluar kishin vizitorë deri në rreth 6.000 në ditë. Në përqindje as 40% vitit, sipas planifikimit s'kemi mujt me realizu. Kemi në mesatare 400 vizitorë në ditë. Domethënë kemi prej vizitorëve deri 3.500 ka shku një ditë, ka qenë shumë një ditë e mirë e vitetit. Si në çdo vit tjetër, pishina posedon ekipin mjekësor, stafin higienik, stafin e notit, ato të shpëtimtarëve dhe kursin e notit. Hyseni shtoi se këtë vit ka ndryshim në çmime. Sipas tij, gjatë weekendit, çmimet për të rritur janë 3 euro, ndërsa gjatë ditëve të punës nga 2 euro, kurse për fëmijë pagesa mbetet e njëjtë. Për kushtet që I ofron kjo pishinë, Hyseni tha se qytetarët janë shumë të kënaqur dhe se ata kontribuojnë në mirëmbajtjen e ambientit. Disa shtete evropiane po përballen me më të nxehtë dhe temperatura gjithnjë rritje. Meteorologët parashikojnë që Spanja dhe Portugalia që nga nesër do të përjetojnë verën super të nxehtë, ku mund të thyen edhe rekordet e deri tanishme. Temperaturat ekstreme po arrin edhe në Gadishullin Iberik. Pushuesit të Spanjë, Portugali dhe Francë janë paralajmëruar të marrin masa për shkak të motit ekstrem, ndërsa temperaturat pritet të kapërcejnë deri në 40 gradë, duke filluar nga e premtja. Rajoni Iberik I Spanjës dhe Algarve në Portugali mund të goditën sipas ekspertëve nga temperaturat më të nxehta në 41 vitet e fundit. Temperatura përvluese do të regjistrohen edhe në Francën jugperëndimore. Temperatura më e lartë rekord për Evropën është 48 gradë Celsius, e regjistruar në kryeqytetin grek Athinë në korrik të vitit 1977. Ekspertët paralajmërojnë tashmë se presioni I lartë që vjen nga Afrika e Veriut do të bëjë që ky rekord të përsëritet ose të thyhet. Nxehtësi përvlues mund të shkaktojë edhe në Spanjë apo Portugali zjarre të pakontrollueshme si ato që përfshin Greqinë javën e kaluar. Muajin e shkuar u thyen disa rekorde temperaturash të larta në Britani, Gjeorgji, Armeni apo edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë me temperaturat e larta po përballen edhe disa shtete evropiane, duke përfshirë Hungarinë dhe Danimarkën. Ky çift danez ka improvizuar këtë dhomë të gjumit për shkak të temperaturave të larta edhe gjatë natës. Pas publikimit të rezultateve preliminare të zgjedhjeve në Zimbabwe ka nisur protestat, ndërsa nga të shtënat e trupave qeveritare jetën e kanë humbur 3 persona. OKB dhe Bashkësia Ndërkombëtare kanë bërë thirrje për vetëpërmbajtje. Bashkësia Ndërkombëtare ka bërë thirrje për vetëpërmbajtje në Zimbabwe pas zgjedhjeve që u mbajtën ditën hënë dhe protestave që nisën pas rezultatit të publikuar nga Komisioni Zgjedhor, e cili ka thënë se partia në pushtet ka fituar 2/3 e vendeve në parlament. Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe ish kolonizatoria e Zimbabves, Britania e Madhe, kanë shprehur shqetësimet e tyre për shkak të dhunës së ndërmarrë nga ana e trupave qeveritare.
3 persona kanë vdekur gjatë protestave nga të shtënat e trupave qeveritare. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, u ka bërë thirrje politikanëve në Zimbabwe që të përmbahen, derisa sekretarja britanike e punëve të jashtme, Harriet Baldwin, ka thënë se është e shqetësuar nga dhuna. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Harare i ka bërë thirrje ushtrisë që të përmbahet, duke thënë se vendi ka pasur një rast historik për një të ardhme më të ndritshme. Ndërsa organizata për të drejtat e njeriut, Amnesty International, i ka bërë thirrje qeverisë që të nisë hetimet për veprimet e ndërmarra të ushtrisë. Komisioni zgjedhor i vendit ka njoftuar se nga votat e numëruara deri tani, partia në pushtet ka fituar 140 vende në parlament, ndërsa opozita 58 në parlamentin me 210 ulëse. Nuk është bërë i ditur rezultati i zgjedhjeve presidenciale.